Nëse deri në fund të këtij muaji konstatohet se ka pasur rritje të çmimeve që kur masa e fundit e margjës ngrirë përfundoi, do të ketë masa të reja që do të qëndrojnë në fuqi deri në fund të vitit, tha kryeministri Hristian Mickoski, pyetur lidhur me rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore dhe jo ushqimore në markete. Ai paralajmëroi tregtarët të mos përdorin truke për të anashkaluar ligjin për ndalimin e praktikave të padrejta tregtare. Продолжуваме со изградба. Po e monitorojmë situatën. Nëse kjo ndodh në fund të muajit, automatikisht do të zbatohen masa që do të zgjasin deri në fund të vitit. Ne kemi deklaruar qartë se nuk do të tolerojmë truke të tilla. Dëgjojmë truke me anë të cilave do të tërhiqen para përmes personave juridik të përfaqësuar nën maskën e shërbimeve të marketingut, shërbimeve të PR-it e kështu me radhë. Edhe kështu do të paguhet praktikisht i njëjti marzh që është paguar në të kaluarën tregjeve të caktuara. Na shqetëson ajo që dëgjojmë dhe ajo që dëgjojmë nuk është e mirë, sepse në këtë mënyrë nuk mund të ndërtojmë një partneritet. Inspektorati Shtetëror i Tregut në fund të muajit do t'i publikojë rezultatet e kontrolleve të bëra në tregje për të vërtetuar sa ka pasur rritje drastike të çmimeve pas përfundimit të masave të qeverisë.